Zoti Bido më mbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Besoj jeni në Himar? Përshëndetje. Jo, jam në Vlorë. Je në Vlorë. Okej. Është qyteti fundit që ka mbetur për të numërojnë kutit e fundit të saj KZAZ-je dhe që po mbaron procesi krejt normalisht ashtu siç ka nisur. Mirë, rezultati është 9-3. Po, është e qartë që është 9-3, madje kjo do të konsolidohet edhe më tej me votat e diasporës, të cilat do të numërohen gjatë ditës së nesërme, ku është diaspora në Greqi, në cilën pritshmëria është që masa më e madhe, masa dërmuese, jenë për Partinë Socialiste. Ka mundësi që të vej 10-2, do me thënë, Ardit? Kjo është e vështirë. Kjo është e vështirë. Nuk e besoj se do të mund të shkojë 10-2. 9-3 është një rezultat historik. Për herë të parë është mundësuar kjo në qarkun e Vlorës, që historikisht ka qenë 7-5, 8-4, tashmë është 9-3, por do të jetë një 9 e sigurt e konsoliduar pas numërimit të votave të diasporës. Atëherë, Ardit, nuk e di nëse janë votat të sakta këto, por rezulton që Damian Gjiknuri është më i votuar nga lista e hapur, në qarkun e Vlorës ka 7.243 vota dhe i ndjekur nga ju me 6.568 vota. Më thuajt lutem nëse këto janë vota reale, pavarësisht se nuk janë numëruar akoma votat për kandidatët. Patjetër votat janë reale, votat për kandidatët janë drejt fundit tani. Renditja nuk është ajo, është e qartë që... Atëherë, cila është renditja, të lutem? Se në base këto janë vota me aq kutisa i kemi pasur 4 apo 5 orë më parë, ndoshta ka ndryshuar me shtimin e numrit të votive. Shifra është Damian Gjiknuri i pari, Vullnet Sina i dyti, unë i treti, Brunilda Mersini e katërta, Vasillajo i pesti. Okej, mirë, e kuptuam. Ja vleti gjithë beteja që ke bërë, Ardit, në një terren të cilin t'je një mirë, por që nuk ka qenë në fakt zgjedhja jote, ta kanë imponuar. Në çfarë kuptimi ma kanë imponuar? Betejën e ashpër dhe ballafaqimin jashtë asaj që ka të bëjë me performimin politik dhe të programeve të partive, kam fjalën. As ka fare rëndësi kjo, rëndësi ka në fund njerëzit, fushata janë njerëzit, kush mendon se fushata janë pushtet, lek, mundësi, struktura, për mua e ka gabim. Fushata janë njerëzit dhe unë jam shumë i njohës bashkëqytetarëve në qarkun e Vlorës, rreth 2000 në qytetin e Vlorës, shumica e bashkive Taran, Delvin dhe Konispol, rreth 200 në bashkinë Finiq, rreth 300 në bashkinë mbi 300 në bashkinë e Himarës, rreth 55 në bashkinë e Selenicës, së cilët vendosën që besimin e tyre si përfaqësues në parlamentin e shqiptarëve të ma jepnin mua, besoj do të jetë shifër tjetër nga diaspora, e cila do të jetë e konsiderueshme. Kjo tregon besim në përfaqësim. Në fund të ditës, politika është përfaqësim. Është çfarë do të përmendet në parlament. Dhe ne kishim 12 oferta politike nga ana e Partisë Socialiste, qytetarët dolën, votuan dhe zgjodhen ato ofertë të cilat ata gjykojnë. Ardit, në një bashki si Himara ku Fredi Beleri fitoi 2 vjet më parë, tani trendi i votave është krejt ndryshe për Partinë Socialiste. Nuk ka ndonjë habit, kjo kemi diskutuar shumë gjatë. Çfarë ndryshoi këtë trend votash? Po flet me dikë që mendonte se ai trendi fillestari ishte artificial, kështu që unë s'besoj se ka ndryshuar trendi i votave të Partisë Socialiste. Paradoks ka qenë fitoria e Belerit, jo rezultati sotëm. Patjetër. Madje edhe ky rezultat duhet të ishte më i thellë, është një rezultat i cili duhet të thellohet në vijim, është sërish artificial për arsye të cilat do të kemi mundësi të diskutojmë. Gjithsesi kjo nuk ndryshon faktin që është një fitore e thellë e Partisë Socialiste edhe në Bashkinë Himar, sikurse në gjithë bashkitë e tjera. Ardit, më fal, brenda qarkut të Vlorës, Ardit Bido, cili do deputeti i cilës bashkie, cilës zonë do të jetë? Unë nuk besoj se ndahet kështu. Në fund ditës po e theksoj edhe një herë, të qenë deputet do thotë përfaqësim. Unë kam dalë i pari në Bashkinë Sarand, i pari në Bashkinë Delvin, i pari në Bashkinë Konispol, por unë do të përfaqësoj jo vetëm gjithë elektoratin cilin ka besuar votën, ku le themi në qytetin e Vlorës janë më shumë se sa janë në 2 prej këtyre 3 bashkive, për shkak të madhësisë së bashkisë së Vlorës, do të përfaqësosh identitetin dhe besimin që ata të kanë dhënë. E përtej kësaj do të përfaqësosh dhe gjithë ata që nuk votojnë. Kjo është e ndarë në kushtetut. Nuk besoj se është çështje diskutimi që deputeti është përfaqësues i të gjithë
qytetarëve në zonën e vetë elektorale. Zona ime elektorale është Qarku i Vlorës, pastaj në ndarje të mundshme nuk janë në vullnetin apo në dëshirën time, janë vendimet cilat vinë nga kryeministri. Mirë, Ardit, besoj që edhe karta kombëtare ka luajtur rol në numrin e madh të votave që ke marrë. Kujtojmë që pak Homo Park e publikuar edhe një libër që tregonte se himara në fakt nuk ka lidhje as pak me grekët. Duke treguar edhe numrin ose censusin e... Tregonte historinë si që është. Unë besoj se vota e theksoj dhe njerë është përfaqësim. Të logjik, nëse do t'ishte vetëm karta kombëtare, unë duhet isha i pari me diferencë në himar, ku patriotizmi shqiptar është shumë i lartë, në Vlorë, në Selenis, ku e di unë çfarë, po nuk është kështu. Vota është përfaqësim. Njerëzit përballen me oferta politike, dhe oferta ime politike nuk ishte kaq e cunguar vetëm te karta kombëtare. Oferta ime politike ishte shumë e gjerë. Ka qenë një aset plus, gjithsesi. Sepse i kemi parë betejat e tua edhe publike, mediatike. Unë jam dhe patjetër ndër shumë veti të cilat i njoh vetes është kjo. Por unë besoj se qytetarët nuk votojnë bazuar mbi një element. Domethënë, nuk besoj se është kaq e mjaftueshme. Qytetarët votojnë për përfaqësim dhe përfaqësimi është i shumë formshëm. Patjetër kjo është një formë, të cilën unë do të vijoj të flas siç ka folur 17 vite. Unë jam unë, nuk ndryshon gjë këtu. Natyrisht, sepse profesioni yt i parë është ai i historianit. Të marrësh shumicën në Saran, në Delvin dhe në Konispol, do thotë që nuk është kaq. Të marrësh rreth 2000 vota në Vlorë, do me thënë që nuk është kaq. Nuk besoj se mundet të flasin në koncept kaq të sunguar ku flasin për përfaqësim. Janë 12 oferta politike brenda Partisë Socialiste ku qytetarët zgjodhen ato oferta të cilët gjykuan se do të ishte përfaqësimi më i denj i tyre në parlamentin. Në fakt janë 12 zëra për një ofertë politike, se çdo kandidat nuk ka ofertë në vetë politike, oferta është oferta e partisë. Ju jeni 12 zëra që bët 12 zëra të njëjtës ofertë politike. Oferta politike është brenda përmjet partive, që thamë që është 9-3, patjetër ka ofertë politike dhe brenda partive. Të paktën Partia Socialiste nuk ka diversitet. Diversiteti për cilën flisni ju nuk do të thotë 12 oferta. Ka një ofertë politike që është oferta e Partisë Socialiste, artikuluar nga 12 zëra dhe individualitete për cilëve 9 janë zgjedhur të jenë deputet. Faleminderit për korrigjimin, nuk besoj se është e ndryshme nga çfarë them unë përveç terminologjisë. Është plotësim, nuk është korrigjim, se jemi aq miq sa të mos e çojmë te korrigjimi. Mirë, atëherë të falenderojmë shumë Ardit Bido, po të lëm me një lajm të mirë. Shqipëria shkon në finalen e Eurovisionit, sepse Shkodra Elektronike vërtet ka shkëlqyer sonte në Basel të Zvicrës. Kështu që e mbyllim këtë komunikim. Shqipëria fitoi në këto zgjedhje, integrimin Bashkimit Evropian është shumë më afër, kështu që edhe fitoria në Eurovision do të jetë shumë më afër. Urime dhe suksese në atë çfarë të pret më pas, Ardit. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe bashkë mirupafshim.